më thot të dua, zëri saj më tha të dua, usa si të rëndafil, qeli për dashurin, vrapin ti amore erës, dhe luzimin vet pran verës, kush të shikon tani, ndoshta dhe bën çudi për ty, ku dashuria më flet, unë hapur e mbaj zemrën, në sytë e mi t'i qenë, ka qfja që t'i kam thënë, vetëm të dua te, të lash një botë të kam ndëruar një jetë, më ndërës jetë. Sot gjithçka më thot të dua, zëri saj më tha të dua, usa si të rëndafil, qeli për dashurin, kur dashuria më flet, unë hapur e mbaj zemrën, në sytë e mi t'i qenë, ka qfja që t'i kam thënë, vetëm të dua te, të lash një botë të kam ndëruar një jetë, më ndërës jetë, të kam ndëruar një jetë, më ndërës jetë. Alma, orkestra është gati. Një minut. Të gjitha ata që janë caktuar për eksperimentimet të rrinë. Të tjerët janë të lirë. Hajde shpejt, lëvizje. Gati? Fillojmë. Andi, hajde pak. Ç'është kjo punë? Ka 3 ditë që aktorët presin muzikën. Të dielën është shfaqja. Muzikën e kam gati. Më duhet ta shikoj edhe një herë shfaqjen, që të sinkronizoj lëvizjet me muzikën. Po shumë mirë. Pas vlen drejtori pra. Drejtori?
Po që drejtori këtu? Ja tërgoj unë drejtorit. Sepse kjo është antiskenike, skandaloze. E drejtori nuk ka fare drejt që të më pengoj mua të bëj shfaqjen. Ku Sotiri, ku Shakespeare-i? Teze, sot vin plaçkat në shtëpinë e re. Erdhi. Kjo është ministre? Jo ministre, po drejtoreshe për gjithshme e spitaleve. Firma kryesore. Ai me Borsalino është i shoqi, Apostol Sako. Ika. Mirë se ardhët, shoqja Arta. Jemi shumë të gëzuar për ardhjen tuaj. Falenderit. Mirë se ardhët. Kujdes, Dima, kujdes. Ka dalë? Ashtu. Komshiu për komshin është më i afër se vllai. Ç'patët? Vuaj nga kolona. Hernia discalis. Po nuk duhet mbani pesha të rënda. Jeni tek mami. Shpejt. A ka më, është dhe babi. Stop! Tani vetëm pianoja. Violina. Trompa. Tanush! Qetësi! Tani e gjithë orkestra. Qetësi aty në korridor. Qetësi! Ç'bëhet kështu? Një ditë po të largohem unë ju bëni hatan. Që janë këto forma të reja? Modernizmo? Lajthitje? Shoku Sotir, po këto nuk janë prova për shfaqjen. Po çfarë? Bëhen eksperimentime. Eksperimentime? Ja. Kush lëviz tek shkallët? Stop! Ç'është? Është inxhiniere. Mbron diplomën për akustikën e sallave koncertale. Po tani ç'po bëjnë? Po bëjmë prova për instrumentat muzikor. Shkojmë. Jam ta që i bën shumë këtu. Më falni. Në zyrë. Shoku Sotir? Jam i zënë. Po një minutë, lutem. Ju thash, jam i zënë. Unë dua shfaqjen, kurse ju eksperimentoni. Muzika. Muzika ku është? Muzika ka kohë që është gati. Ju s'keni përcaktuar konferencier. Justifikime! Ashtu? Mirë atjerë. Konferencier t'jetë Agimi i cirkut. Agimi? Ai Karagjozi? Kur? Unë në sken dua seriozitet, nuk bëj shfaqje me klounata. Ju lutem, Po ju a thash më shok jemi të zënë. Prisni. Agimi është shumë i talentuar. Imitues, përzigjator, pantomimist, aktor. Shfaqja do aktor me emër mordjal. Shfaqjet nuk bën me emra, por me talente. Koncerti do të bëhet me atë që them unë. Ashtu? Shumë bukur. Atëherë koncertin drejtojnë ju. Merre! Çfarë bëhet?
Alo? Po? Oh! Gëzohem. Mirë se të vini. Ju presi me kënaqësi. Miru pafshim. Mirë Arqi. Të gjithë në skenë, shpejt, vinë gazetarët. Shpejt. Mos u vono. Erda! Asnjë të mos dalë në korridor. Futu brenda. Vinë gazetarët. Shpejt. Po ti bëj, ku ishe? Në bibliotekën kombëtare. Shpejt në zyrë. Vinë gazetarët. Po ju ku shkon? Bëni prova. S'kemi prova, bëjnë eksperimentime. Skandal. Të merë. Sabotim. Shpejt në skenë. Shpejt. Fillojnë provat. Drejtori ku është? Është në skenë. Po ju kush jeni? Gazetari. Shpejt. Dife. Do ta pushoj nga puna. Bëhet këtu, more. Dife. Stop! Kush ju lejon të bëni lodra të tilla? Këtu urdhroj unë. Ky është institucion artistik. E jo laborator eksperimental për akustikën. Sot jemi në valën e punës. Spektatori presh faqen, kurse ju merreni me gjepura. Psst, shko në vend. Ju ndaloj kategorikisht. Jepini fund. Më falni. Mua këtu më kanë caktuar. Asnjëherë nuk do lejoj. Për jashta. Stop. Çfarë ka? Stop. Mrekulli. E gjetëm më në fund. Faleminderit shumë. Ç'është kjo shenjë? Pika më e saktë me vlerë akustike maksimale. Këtu duhet qëndroj aktori për të bërë monologun. Ju e shok, ju thash që jam i zënë, pastaj këtu në skenë është e ndaluar. Me ju e u sqaruam përfundimisht. Shoku Sofir. Një minutë, shoku Sofir. Ama ç'është? Ja, një minutë. Erdi gazetari. Ku është? Në sy. Një minutë se pastaj zbriti shkallët dhe se ku më zhduk. Si më të zhduk? Pasi mi go nga sy. Jam këtu. Mirë se ardhët. Ju prisnim. Si që shikoni, jemi në valën e punës. Rulli pa parë. Në arritur rezultate sa më të larta. Eva. Si një trup i vetëm. Të mobilizuar ashtu si në gjitha frontet e jetës. Edhe ne. Do me thënë, kolektivi ynë. Shkojmë në zyrë apo vemi pim nga i kafe? Jo, fillimisht duhet bisedoj me artistët. Më vjen keq, si të dëshëroni. Unë po ju pres në zyrë. Artikulli informativ apo... Jo, problemor. Këta gazetarët nga ndonjëherë të bëjnë gjëmën. As sot nuk pas ka gjë. Ju lutem, a ka mundësi të marr pak në telefon? Ka defekt. Alo, po. Familjen Apostol Sako? Me kënaqësi. Ja një minutë, sa ta lajmëroj. Me prima fotorizoha. Alo. Urdhëron. Tunja tjetër. Më falni për shqetësimin, por unë jam komshiu këtu lart. Unë kam telefon. Po? Me që kam telefon,
Telefon familjen Apostol Sako e kërkojnë. Mua. Jo juve, shoqenarta. Mua? Interesant. Sa shpejt? Me një herë gjetën numrin. Filluan të lashet edhe për ju. Ju lutem që është ajo fjalë, për ne është nder i madh që kontribojmë në komunikimin tuaj me sektor aq të rëndësishëm të shoqërisë sonë. Prandaj ju lutem shumë të mos e diskutoni njësoj sikur të ishte telefoni juaj. Urdhëroni? Po? Unë jam. E di, është rast i veçantë. Pse i nxorre? Thuaj tani, është rast ideal. Në asnjë mënyrë. Domosdoshmë që e vlerësoj pozitivisht. Po? Kemi kohë. Mirë. Ashtu, Po, nga sa jam informuar nga mjekët, megjithëse aneurizma është vendosur në sistemin e pasëm të qarkullimit të gjakut të trupit. Ajo këtu do vi të flasë në telefon. Ekipi kirurgjikal është tashmë informuar për këtë problem. E u do kemi raste plot. Të gjeneratës fundit. raste, por raste ikën. Listat për në Budapest dhe në Berlin u plotësuan. Me diagnozën time kurohen vetëm në Vjenë. Në asnjë mënyrë. Po, mjekët tanë e marrin përsipër. Në operacion do të asistoj edhe unë. Nesër paradite. Sigurisht, mirupafshim. Faleminderit dhe mirupafshim. Mirafshim. Alo? Po? Apostol Sako, 1 minutë. Patjetër. Sofika! Sotir! O, Sotir! Thuaj kërkojnë të bien, Almën. Mirë. Almën. Bëj gati diçka. Po. Më falni për shqetësimin. Përsëri në telefon. Mua. Jo juve. Është fjala për vajzën tuaj. Alma. Në telefon. Juve? Vajza e shokut Apostol? Unë. E çuditshme. E pabesueshme. Këtë s'do ta besoja kurrë. Sa të papritura ka jeta. Urdhëro. Alo? Andi? Për Almën, orkestra dhe i gjithë personeli administrativ të vijen në dispozicion të plot. Po s'kemi kohë. Të gjendet! Mos pengoni ecjen e talenteve të reja. Mjaft më me diletantizëm. Mediokriteti t'i kthejmë shpinën. Kudo të përqafojmë kulturën, kudo le të vërshojë shkenca. Akustika është problem kyç i artit skenik. Ku është Andi? Në sken. Ma thrit këtu. Po punon me Almën. Mirë, do të shkoj vetë. Sytë tu, me gjithë drita që kam par, me gjithë lumliqelet blu, shëmbëdhejnë sytë tu, la 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 la.
Alma, shiko sa fotografi e bukur, a? Sa pas kemi qeshur. Edhe ky e filloi karrierën me udhëtime a shtetit. Po çu bëre me mami? Një urgjencë. Arta, ta sodhi librin Dimitri, e mbajti fjalën. Edhe në diplomaci po ecën. E tani me emërimin e ri me siguri duhet urgjentisht edhe martesa. Ja dhe fotografitë që kemi bërë gjatë verës. Ha? Arta, duhet mendojmë seriozisht për fatin e çupës. Ti në rrallë të parë. Shoku Apostol, ju kërkojnë në telefon. Edhe ky telefon tani orar pa orar. Hipe sprit në përshkallë. Jo, na besoni, na vjen keq edhe për ju. Ju lutem, komshiu për komshin për gjithçka. Telefonin e keni në dispozicionin tuaj. Faleminderit. Unë në dispozicion të Almës vura orkestrën. Më tha. Andi, goxha djalë, talent. Më falni, cili është ky Andi? I fejuar i Almës, ai këngëtari. Cili fejuar? Çfarë këngëtari mori? Po të lutem, po Alma ime nuk është e fejuar. Ashtu? Po ne atje e dim të fejuar. Pastaj Alma me Andin. Alma. Shoku Apostol, telefoni. I thoni që nuk jam këtu. Arta! Urime, grua, urime. Në parashiko çupa, jetë lumtur. Jo, mos u hapit, se kështu habit edhe unë. Po jetojmë në kohë çuditshme, grua. Tër bota e din që Alma jonë është e fejuar, ndërsa ama dhe jati nuk din gjë. Jo, më fal, digje ti. Jo, pra nuk din. Ja tani mësove, urime edhe një herë. Urime. Po cili është dhëndri? Tralalasht! Edhe me qesh, ha? Po do mos do? Artist, këngëtar, tralalala këtu, tralalala atje, pa karakter, profesion shumë i dyshim për moralin familjar, ja kështu. Po çka të bëj karakteri me profesionin? Kamuj, si nuk paska, profesionin ndikon direkt në formimin dhe në promosjen e karakterit. Shumë mirë, tani do dashuroj një oficer. Alma, cili është ky këngëtar? Anti Bega. Po, tralala. Do më thënë po të ndimon për diplomën, ha? Po? Jo ja. Po i shkafët. Ta mam artist. E pas ka tjetur variantin. Babi, unë dashurin asnjëherë nuk e ka menduar me variante. Po gabim. Gjithçka në jetë duhet jetë me variante. Dhe të përdorish atë që është më i leverdishëm. Po ja për shembull më thuaj, artist apo apo diplomat, ë? Artist? Po kjo është mërshme, kjo është skandaloze. Ti bishtë të mirës me shqenë, të përpusës një rast të tillë, kjo është të vrasës veten të vrasës. Dgjoj, Alma. Sot është koha e diplomacisë, po ata po i sjellin globin rrotull. Sikur ta dinte Galileu. Më babi. Apostol, jo gjithçka e tyre është pronë edhe e jona. Alma, të kërkojnë në telefon. Alma, theu. Telefon s'kam. Nuk do të lejoj më biseda të pakontrolluara në telefon. Me siguri për çështje pune. Sofika, ky telefon po më degeneron vajzën. Po na somor nga nervat. Që sot e tutje asnjë bisedë telefonike, asnjë. Ashtu? E mbarove?
Ta dëgjoj? Një mi ëndëra, një mi fantazi, nuk vlen sa një qast që jeton ti. Një mi mendime, një mi magji, nuk vlen sa loti që të del në sy. Dashurin ton të bar, askush jo nuk e pengon. Kur jo Idiot! Vagabond! Perché io siete fondi! Alma! Alma! Tita, jeni. Mirë, faleminderit. Alma! Ku po shkon ti Gjana? Të dëgjoj këngën e lënë për gjysmë. Ashtu, Alma! Alma! Ja i telefon! Dhe i palu këngëtar po më shkatroni familjen, po më shkatroni! Dhe ju si drejtor duhet të mbani qëndrim të rrept! Unë të pushoj nga puna. S'më duhet mua as festivali radios as Romeo e Julieta. Koncerti është imi. Të paralajmëroj për të fundit herë. Në festival nuk do të marrësh pjesë. Muzikën e Romeos le ta bëj kush të doj. Le të çohet Shakespeare nga varri. Kupton? E të kam paralajmëruar dhe herë tjetër. 3 kunguj në sqetull nuk mbahen. Po në kam disa ditë që nuk shkojnë provat Shumë mirë ke festivalit. bërë. Alo. Pa. Urdhëroni. Si urdhën? Ashtu? Ju lutem. Natyrisht. Unë, në asnjë mënyrë, përkundërzi. Mos keni me radhë. Unë e kam kujdes vetë. Faleminderit, si urdhën. Faleminderit. Mëre, e diti që vërtet të pushoj nga puna? Sabatim, të braktisësh provat në një festival kombëtar. Ja për shkakun tuaj, po bëhemi problem në komitet. Dëgjoj këtu, leti lëm shakat. Urgjentisht të shkosh në provat festivalit, edhe në teatr për Romeo e Julietën. Nuk kam kohë. Nuk kam mundësi. Se s'ke kohë. Nuk kam. Të gjitha i ke. Talentin e ke, përkrajen e ke, arti do guxim, do forcë, këmbgulje. Po trekungu një sjetull. 33! 333 mbandi! Në festival, Kujdes koncertin! Mos harro Romeon! Temër. Dhe s'do të quajmë kur Kapulet. Të rijet ati gjoj, ati përgjigje. Armiku im është vetëm emri yt. Ti je ai që je, nuk je montak. Stop! Stop! Edhe një herë nga fillimi skena e balkonit. Dëgjandi. Këtu muzika duhet t'jetë diçka më ngrohtë, më intime, më emocionale, është shfaqja e parë e dashurisë. Muzika këtu duhet t'jetë sfondi monologut, edhe spërthimi emocional i tij. Kështu? Ke dashuruar ndonjëherë? Asnjëherë. Oh? Edhe kompozitorët gënjejnë. Gati? Fillojmë. Andi, o Andi, o Andi. Ti prit këtu, tani ata do të bëjmë pushim. Kush si një plagët që së ndis me vrakët? Pa dale, shtrit feks në atë dritar. Ajo është lindja, djellë është Julieta. Ago djellë dhe hanën e venit. Përse qeshni? Skandal! Mungesë seriozitetit! Kjo është të tmerrshme. Të tallësh me kryveprën botnore. Të tallësh me Shakespeare-in. Mlidhuni gjithë në skenë. Kjo është e papranueshme. Të dielën kemi premierën dhe spektatori pret shfaqje nga ne. Ç'bëhet kështu? Edhe një herë nga fillimi, serioz në vëmendje. Ç'bëhet kështu? Po kjo s'ka ndodhur kur, skandal. Katastrofë, pushim thash.
Ti mos qesh se e bërë për qarë. Çka ndodhur? E kemi punën keq, Andi. E ka marrë vesh babi. Nuk pranon në mënyrë kategorike. Unë të kam marrë disa herë në telefon, por ti nuk e qenë aty. Aty kam qenë, po mi ka ndaluar telefonatat. S'lajmëron më shoku Sotir. Alo? Po. Apostol Sako? Ja 1 minutë sa ta lajmëroj. Kjo është torturë. Ha sa mirë po shkonin punët. Telefonin na afroj, telefonin na largoj. Hajde gjej rastin. Kur të thash thua, ja? Jo, më the. Kemi raste plot. E sa një gjej rastin. Do ta gjej. Alo? Shoku Apostol nuk është në shtëpi. Tunja Dieta. E gjeta! Alo? Po të toja? Ju lutem Astritin, teknikun e zonës nëmër 10, kam një punë urgjente. Çdo të bësh? Mos do t'ja japësh telefonin e Apostolit? Alo, Astrit, Sotiri jam. Të lutem sonde e ja pa tjetër nga shtëpia ime. Merr me vete dhe veglat e punës. Ta them kur të vish. Mirash. Apostoli është pengesë e fortë. Midis me dhe Apostolit duhet pa tjetër një mik. Dhe ai do t'jem unë. Po ti nuk e nje. Intelektualët, sa të vështire kanë miqësinë, aq të lehtë kanë njohjen. Natyra i ka falur njeriut një dhuratë pa të shmuar. Rinin, vitet e të cilës janë më të bukura të jetës, janë lulja e saj, romantika e saj, janë vitet të mbushura plot me frull, dinamizëm, plot me pasion, ëndra dhe me dëshira. Babi dhe në shtëpi flet gjithë respekt për njojën me gazetarin. Ka humor, thot. Humor të këndshëm dhe të kulturuar. Dhe babi ka të drejtë. Është psikolog. Ka aftësinë e njohjes së përnjëhershme. Vete mua nuk don të më njoh kurr. Këtë do ta bëj unë? Edhe ti. Nesër, tekniku i lavatriçes do të vi në shtëpi. Jam tekniku i lavatriçes. Urdhëroni. Mirë se erdhët. Keni ardhur tamam në kohë. Ne sapo ju kishim në gojë. Tunja tjeta. Ju lutem. Urdhëroni. Po një karameli të paktën? T'ju bëjmë një kafe. Faleminderit. Unë kur punoj nuk fuz gjë në gojë. Vetëm muzikë. Mos! Ba, Andi Bega. Ky është këngëtar i famshëm. Bil Bil. Fenomenal. I jashtëzakonshëm. Virtuoz. Kaq shumë të pëlqen? Vdes. Se mas vetëm unë. Kjo gjithë.
Apo nuk është Elamet djali? Me karakter, I ur, I mençur, po familja e mrekullueshme. Unë një modër kam. Si kur të kërkon të dorën e saj. Apo nuk e kam edhe komshi. Për nder, lum ajo vajzë që do të lidhet me të. Alo. Patjetër. Me kënaqësi. Alo, mos u mërzisni, ha? Ja, po e lajmëroj. Ky është defekti. Që tani gjokset po t'i hapi, rrugët tona mbushen me petale. Tu një tjeda? Sa I ha në sjell dhe ha, Ju kërkojnë në telefon. ju them se jam këtu dhe qeshi sytë tu. Qesha të tyra ime, Ju falenderit. Ju lutem. me fluturon një bulvar, unë ti të bam. Alo? Kush? Si ja erdhë me do I kimla, lumturi e qanë dhe flitë. Lita, më prite mua. Erdha. Mami, iko. Litari. Luajm. Ka litari. Sa mirë, hajde Londra. Luajm. Lumturi e qanë dhe filestare, që tani gjokset po t'i hapi, rrugët tona mbushen me petale. Ju pas ka ardhur tekniku, ha? Unë e marr usta. Mbar pat. Ja erdhë do I kimla, lumturi e qanë dhe filestare, që tani gjokset po t'i hapi, rrugët tona mbushen me Hik moj mishtese. Deri lota. me gjithë drita që kam parë, me gjithë e zharë, me gjithë lumë liqe në kryshëm më dhe sytë tu. Arruat? Po, faleminderit. Ju lutem. Një barkë me kësi, Miru pafsh. Miru pafsh. një bulvar I dhe. Alo? Po. Jo. Po, sotiri jam. Po? Çfarë? Dëgjo këtu. Kaloni. Jo. Nuk do kalosh asnjë provë pa lejen time. Cilësi artistike në radhë parë, arti ka rregulla. Miru pafshim. Miru pafshim. Andi Bega, pranvera do lule shumë. Këndon Andi Bega. Ua, Andi! Kur I vogël në lëndina, mi parin që ndriste. Unë vdes për këtë. Ky është bota. Në prak pranvere, një lule gjeta. Mbrëm në koncert I dhash lule. Pranvere, Më puthi. me një Çfarë artisti. buzë qeshi, motëra ime. Gjoja këngëtar, kot fare. 2 vjetë e harrohet. Apo mendje madh. Pu, I pa durushëm. Duhet urgjentisht Alma të largohet nga salla juaj. Pjesën tjetër të diplomës ta kryen ndonjë sallë tjetër. Dhe kështu shkoputet dhe prej atij palo këngëtari. Më fal. Bisedova me drejtorin e operës. Po? Nuk pranoi. Pse? Kanë premierën e baletit. Sandri. Po, erdha. Dale ku shkon? Është miku im, gazetar. Pastaj ju drejtorët I keni qef gazetarët. Mirë se erdhe. Sot Si I jeni? është komshi dhe mik I familjes ime. Është hera e dytë që takohemi. Ai artikulli? Po, këto ditë del. Sandrin e kam mik të vërtetë.
Jemi jojtur krejt rastësisht. Një takim, një bisedë dhe opa i hym në zemër njëri tjetrit. Dhe besoj se nuk do të dalim më pranë. Padyshim. Interesohet për problemet sociologjike, rinia, familja, shoqëria. Sandra, për sot kemi ndonjë gjë të re? Po. Edhe shënoj se duhet për një leksion. E shikon. Për martesën. Autori huaj? Jo, Sami Frashri. Martesa me lakmi të pasurisë është tregti. Bukur. Tamam tregti. Martesa me lakmi të bukurisë është aventurë. Dhe e rrezikshme. Si ai miku ynë. Tjetër? Ndërsa martesa me lakmi pozite është robëri. Si? Robëri. Këtë nënvizoje. Po kjo sikur ka vlerë për në mesjet. Jo. Kjo vlen për të gjitha kohrat. Hyr. Artikullin tënd po lezoja. A pse, doli numër i ri? Sa po erdhi? Jam kurios si do të pritet. Në përgjithësi mirë. Me përjashtim të 2-3 gjërave për të cilat kam disa sugjerime, sidomos për leksionin që do të mbani sot në Pallatën e Kulturës. Dgjom, duhen shtjelluar me shembuj konkret qëndrimet konservatore dhe patriarkale mbi dashurinë. Patjetër. Ja tani po i korrigjoj. Faleminderit, një burim e frymëzimi që shpirt na vat dhe zemër që t'ju flas na Miru pas. Duhen shtuar dhe 2 fletë. Është urgjente. Shkruaj. Dashuria e vërtet lind nga miqësia e vërtet dhe është rezultat logjik i kësaj të fundit. është fjala juaj që na thot krijo. Mirëmbrëma. Kjo dashuria juaj e pafund, as një qast nuk na braktisne jo, edhe një qast murimi sikur t'kete kte, është fjala juaj. E po ky po më çmend. Se mos vetëm juve. Sa të shërohem unë, po... Apo jo. Si do bëhet puna ime, shoqarta? Në spital? Në spital këtu? Po. Kur? O ja shtetit? O unë përfundimisht mbetem sakat. Operacioni është i lehtë. Do ta bëj unë. Unë i besoj firmës suaj, jo bisturisë. Do të ankohem në ministri. Për sëri tek unë do të vish. Kur në kurrës. Po më pe në spital, më bëjt copa. Urdo? Familjen Apostol Sako. Nuk janë në shtëpi.
konferencierin. Drejtori nuk pranon për ty. Inati që ka me ty ma nxjerr mua. Mirë ti se i dashuron komshien, po me mua çka? Për konferencier thot ai më duhet aktor dramatik. Ashtu? Po mirë atëherë le ta kthej koncertin në konferencë. Interesant. Të gjithë të pasur, të gjithë ignorantët i tromen humorit. Po humori është kulturë, more. Drejtori ku është? Në zyrë, bën prova. Flite se do ke qarkullime. Do në shkoj përsëri në orkestër. Si? Në orkestër? Po i atje ishte dhe hoqën si të paft. Tani prap atje? Hajde qarkullim, hajde. Do t'i shkoj në zyrë. Sulmi i fundit. Here. Ullu, Agim. Ullu, Agim, ullu. Çfarë ke, Agim? Përse unë... Fol, Agim, fol. A jam i paft? Kurrën e kurrës. Ti je artist. Ti je talent. Ti je virtuos. Ti je konferencieri i koncertit. Jo, të lutem në asnjë mënyrë. Në asnjë mënyrë. E kam unë. Agim! Agim! Agim, Mordial! Dim! 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 Alo, urgjenca! Urgjenca! Një artist shumë i smur, në rrezik, në sallën qendrore të koncerteve. Po. Agim, je konferencier i koncert. Të lutem. Më fal pak. Ndim! Ndim! Ndim!
Oh. 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 Ti, Akim? Unë, Kur të sollën? ka një orë, po ju, Se di. si e tani? Keq. Shumë keq. Se marrë vesh. Se si më ngatrojnë gjërat. Më bëhen lamsh. Se marrë vesh. Qetësoni, qetëso. Je konferencier. Do t'ju kaloj. Mundoni të flini. Mirë se erdhe shoku Sotir. Shoqja Arta. Fjala është fjalë, apo jo? Përgatisni sallën. Plani Gimit është genial. Deri tani 2 janë kandidatët. Ti edhe bubi i fotografisë. Ama kur apostoli të njoh kandidatët e mi, do të çmendet fare. Kështu që ti Andi do fitosh me siguri. Që sot e tutje, unë do t'jem kandidati i tretë. Edhe unë, vetëm ty do të dashuroj. E gjeta variantin. Pa ulu? Ulu. Andi? Ktheje pak profilin? Qiko mërë që profil që ka. Sa bukur shkrien linjat. Që raporte ngjyrash. Që plastik. Një portret klasik. Shumë bukur. Që nga ky moment, unë jam piktori. Mirdita. Punë të mbarë.
Shoku im, babi. Admiratori figurativ I bijës tuaj. Cila është kjo? Alma. Alma? Dale më fal, po kjo nuk ngjet fare me të. Thoni ju? Po pyetëm një mua. Kjo është vetëm Alma. Ajo që ju ngatron juve është sepse këtu jam edhe unë. Ju? Po ju ku jeni këtu? Kudo? Në të 4 cepat e të lajës. Në sfond. Në linja. Në raporte ngjyrash. Në plastik. Edhe ju që të njihni Almën, fillimisht duhet më njihni mua. Juve? Po dale, po ç'pun kam unë me ju? Sepse unë jam ai. Ai, të cilit natyra I ka dhënë një dhuratë aq të madhe dhe të çmuar. Rinin, vitet e së cilës janë më të bukurat e jetës. Janë lulja e saj, janë romantika e saj. Janë vite plot forcë, vrull, dinamizëm, ëndra dhe dëshira. Mjaft! Po, kështu them edhe unë. Mjaft për sot. E pra, nesër, si gjithmonë, këtu, në të njëjtën orë. Mirupafshim. Ç'ishte ky moj? Ky I fantaksur. Dëgjoj, se mos e ke edhe këtë ndonjë kandidat, ë? Pse nuk të pëlqen? Ky nuk është tralala. Ky ishte më keq. Ky tralala në kishte në tru. E po, unë ju njoh me kandidatët, kurse ju zgjidhni. Unë e kam zgjedhur. Po ama jo këtu në Tiranë, por në Europë, në Paris, në Berlin, në Gjenevë. Po për këtë që duhet diplomaci. Edhe mësoje bie ime, që të lidhesh me diplomacin, duhet diplomaci. Ja, kjo gjë është e kohës. Pse leksionet e tua u vjetruan, baba? U shkoi koha. Po pse ti kujton se të gjithë ata që botojnë I besojnë ato që shkruajnë? Do me thënë këto janë për të tjerët, ndërsa për vajzën tënde, transformohen. Mirë. Ja dhe ky tjetëri, Dordoleci. Dhe në zyrën ka ardhur një 2 herë. Po ku I gjen këta kandidat njerin më të shëmtuar se sa tjetërin? Po çfarë gusto ke kështu xhanëm? I kam ngjar mamit. Hiqini maskat. Kapuletët në vallëzim. Muzikat, lutem. Apostoli dhe Arta do vinë në shfaqje? Me siguri që po, ja kam dërgu unë ftesat në shtëpi. Apostoli është e para herë që vjen në shfaqjet time. Ati nuk I pëlqen fare që unë, punata e tij të merre me art. E di si thot? Artiste. Tani do dëgjoj edhe unë ftesat e mia. Kujt? Apostolit. Urdhëroni? Alo, Almën desha I lutem. Ja, tani, 1 minutë. Arta. Alo? Foli, pyete kush je? Po kush jeni? E dashur. Me një herë e njoha zërin e ëmbël. Dje dëgjova një leksion të babait tënd. Në përgjithësi fjalët I ka të bukura, por më duket sikur vepron krejt ndryshe.
Më falni, po ju kush jeni? Si, nuk po mje? Jo. Po ke të drejtë dashur. Është hera e parë që ju po e telefonoj. Si quheni? Po jam Teli. Teli, ai tankisti që vallëzuam në mbrëmjen e fakultetit. Dëgjoj këtu. Sonte në orën 7 të pres në teatr. Kam marrë 2 ftesa për shfaqjen Romeo dhe Julieta. Jo, sonte nuk vi dot sepse... Nuk vi dot. Do vish patjetër. Mos doni t'ju lutem. Civilët luten. Ushtarakët urdhërojnë. Sonte në teatr. Paraqituni patjetër. Në orën 7 fiks. Qartë? Fiks. Miru pafshim. Ignorant. Mame, kush ishte? Një tanks që jep të urdhëra. Çfarë? Ku janë ftesat që solli Tezia? Ja, ku janë? Ti nuk do të vish në teatr. Dale. Po çfarë ka? Tunja tjeta? Tunja tjeta? Alba, këtu? Jo. Mund t'ju lej një porosi? Jo, se do të shkojmë teatr. Ajo, nuk ka që jo. Kjo ftesë për Almën, Romeo dhe Julieta. Shakespeare. Turp, mos të la mendja? Baba, të lutem shumë e gjunjëzuar, ki durim të them një fjalë. Porru, si plasur. Këtë të bësh ti të shkosh të ejten me Parisin në shëmpjetër, ndryshe mos më dil më përpara. Baba! Hesht! Se për perndim hanë duart. Hesht të thash, dhe mos mu përqiq, si plasur. Baba! Shparu! Ti! Vaj këngtarit o gurzi. Alma. Andi. Ky shpirti që më flet në emër. Që zëtë ëmbël pas kërkan dashnorët natën. Vesh ti dëgjosh, si një muzikë e lehtë. Romeo. Julieta. Në çur ta çoj nesër lajmtarin. Në orën 9. Mirë. Pilot i mirë dhe prisi për hishëm. Për plasë dhe dërmoj e mi shkëmbit anien tënde të lodhur nga fortuna. Juliet. Spitzer, besnik. Të shpejt e pas ke helmit.
vdes, e shtrihem duke puthur. Gazi urime, Gazi, që harrova të duroj. Faleminderit. Urime, Gazi. Faleminderit. Edhe ju. Oh, po ti, ku ishe? Faleminderit. Ju falenderës. Këto lule të takojnë ty. Të faleminderit për muzikën tënde të mrekullueshme. Urime, regjia, urime. Faleminderit. Ti bukur ditë desh Vëndjenja s'ke Por shumë ditë shprehesh Ti s'fredas një her Por fjall të ndroka tua Dikush kur të dhon Mbi ty ka shkruar të dua Sa do ti të mos vyshkesh Se shumë ke për të thënë Ndaj zemra që t'kanë pranë Ndaj zemra që t'kanë pranë Të vyshkesh ty s'të lënë Sa do ti të mos vyshkesh Se shumë ke për të thënë Ndaj zemra që kanë pranë Ndaj zemra që kanë pranë Të vyshkesh ty s'të lënë Sa e që Ti bukur ti të dehësh Dhe ndjenja s'ke Por shumë di të shprehësh Ti s'fledas një her Por fjallë të ngrohta tua Dikush kur të dhuron Mbi ty ka shkruar të dua Sa do ti të mos vyshkesh Se shumë ke për të thënë Ndaj zemra që kanë pranë Ndaj zemra që kanë pranë Të vyshkesh ty s'të lënë Sa do ti të mos vyshkesh Se shumë ke për të thënë Ndaj zemra që kanë pranë Ndaj zemra që kanë pranë Të vyshkesh ty s'të lënë Ti s'fletas një her Por fjallë të ngrohta tua Dikush kur të dhuron Mbi ty ka shkruar të dua Lule
Shoku Sotir, më falni? Nuk kam kohë. Po 2 sekonda. Asat 1 sekond. Po këtu varet fati jetësime. Punë e madhe fort. Po dhe i almës. Dëgjoj Jarimir. E kam thënë 100 herë. Unë nuk lëshoj receta dashurie edhe aq më tepër kur është fjalë për vajzën time. Fatin e jetës ai do ta zgjidh vetë. Por nëse do të jem unë i zgjedhuri, ju ç'mendim keni si familje? Atë mendim që ka dhe vajzë. Baba! Baba! Oh! E po ja dhe kjo na duhet tani, në majt motorit. Po që të keqe ka? Moj, po ky thuaj cili do t'jetë? Po ku i gjenë gjatë? Një piktori fantaksur, një tankist ullërin, pale ai Dordoleci. Tjetri këngëtar? Moj këngëtari që lule, po këta. Ky cili është? Rradha 5, karigja 12. Oh, babi, njëmi. Joli, shoqja e kursit. Sot do shkoj me Joli në festivalin e Pranverës. Mirupafshim. Mirupafshim. Kur isha unë drejtor, nuk lejoja nivel të tillë. Të dashur spektator dhe telespektator, pas disa minutash, juria do t'jap çmimet e këngëve fituese. Po kush do të fitoj? Jo, është mbrëmje me emocione. Le ta quajmë mbrëmja e shpëtimit. Përse shpëtimit? Po cili shpëtoi? E nga cili shpëtua? Atëherë, fillojmë nga e para. Ti shpëtove nga sëmundja. Ti, apostol, shpëtove nga dhëndurët. Piktori, tankisti, Andi shpëtoi nga drejtori, Alma shpëtoi nga Dordoleci dhe bufi i fotografisë. Ju shpëtuat nga telefoni i Sotirit. Sander, je talent, je i mrekullueshëm. Sikur ti isha aktor, unë me ty do kisha bërë nanin. Talent je, Sander, talent! Ndërsa unë shpëtova nga paftësia. Ja pra, erdhi edhe çasti shumë pritur. Çmimi i parë jepet këngës Eja e Bardh e kompozitorit Andi Bega. Këndon Andi Bega. Ju lutem, ta dëgjojmë.
E kam thënë unë që ky djalë është talent. Një velo e bardhë me sy më lodhën, e dashur dy zemra kërkon, sa desha ta di se cila jeti, pra eja qasti ka ardhë, eja e marë si një ma studente, dhe dojnë sot kudo, mos vavje veto, ja vrapon kjo sportiste, e ndjek pas jehona, që non zemra tona, dhe më rashqetsohet në ne të paqu, pra eja të prita ka shumë, se ende më fshihesh, se disa të dua, qa këne, mos luaj me mua, mos luaj me mua, si ëndër e pa, si nuse e rau, do më pusqesh, më thon e unde, e di që më pre, e imja do t'jesh, lakëron një velo, një gonë që shpërte, dhe zemrën e gjen, zemrën e gjen, zemrën e gjen.